Ajo që do të tregoj në orët e ardhshme do të ndryshoj plotësisht mënyrën se si e sheh veten dhe si e kupton me të vërtetë dëshirën mashkullore. Dhe jo, nuk është ajo që revistë të caktuara duan të shesin, dhe as ajo që shoqet e tua kanë treguar në atë takim ku të gjithë pinë verë dhe u ankuan për burrat në fund. Kjo shkon shumë më thellë. Kjo është shkencë, psikologji, dhe e vërtet e zhveshur. Dhe do të tregoj diçka, nëse qëndron me mua deri në fund, do të zbuloj sekretin që asnjë burr nuk do të pranoj kurrë, atë që ai mendon vërtet para se të shoh vaginën tënde. Ai momenti sakt kur gjithçka vendoset, kur truri i tij bën një klikim që përcakton nëse ai të dëshiron vërtet apo është thjesht atje nga inertia. Dhe më beso, kur ta kuptosh këtë, do të kesh një fuqi që as nuk e imagjinon dot. Unë jam psikolog. Kam kaluar më shumë se 2 dekada duke studiuar psikën mashkullore, marrëdhëniet e çifteve dhe dëshirën seksuale. Kam trajtuar qindra burra në praktikën time. Kam dëgjuar rrëfimet e tyre më intime që nuk do t'ia thonin kurrë partneres së tyre. Dhe sot vi të zbuloj gjithçka, pa filtra, pa zbukurime, sepse ti meriton të vërtetën, edhe nëse dhemb, edhe nëse është e papërshtatshme, edhe nëse të bën të vësh në pyetje gjithçka që mendon se di për veten dhe për ta. Para se të fillojmë me të vërtetë, dua që të dish diçka. Ky video nuk është për të kritikuar, për të bërë të ndihesh më pak ose për të thënë se duhet të ndryshosh atë që je që një burr të dëshiroj. As pak. Ky është për të fuqizuar që të kuptosh se si funksionon psikoanaliza mashkullore nga neuroshkenca, nga psikologjia evolucioniste dhe nga përvoja klinike. Sepse kur e kupton lojën, mund ta luash në favor tëndin. Dhe kur them luaj, nënkuptoj që mund të zgjedhësh në mënyrë të ndërgjegjshme çfarë lloj burri të tërhiqesh, si dëshiron të dëshirohesh dhe mbi të gjitha, si ta mbash dinjitetin dhe vetvlerësimin tënd të paprekur gjatë kësaj. Tani, le të flasim qartë. Titulli i këtij videoje është provokues, e di. Kjo është ajo që mendon një burr para se të shohë vaginën tënde. Dhe po, do të ketë njerëz që do të shokohen. Por e di çfarë? Seksualiteti është një pjesë themelore e marrëdhënieve dhe të bësh sikur nuk ka rëndësi, ose që të flasësh për të është vulgare, është pikërisht ajo që na ka mbajtur në ignorancë për breza. Pra le të flasim për të si të rritur, me respekt, me ndërgjegjësim, por pa tabu. Le të shkojmë direkt në temë. Çfarë mendon një burr para atij momenti intim? E po, del që truri i tij bën mira llogaritje të njëkohshme që ai as nuk është i vetëdijshëm për to. Korteksi i tij prefrontal, ajo pjesë racionale e trurit, vlerëson kontekstin. Sistemi i tij limbik, truri emocional, është maksimalisht i aktivizuar dhe truri i tij reptilian, më primitivi, reagon ndaj stimujve biologjik që janë gdhendur në dnan ton prej miliona vitesh. Është një koktejl i kimisë, evolucionit dhe të mësuarit social. Dhe këtu bëhet interesante, lexuesja ime e dashur, sepse jo gjithçka varet nga trupi yt. Në fakt, do të them që fizikja është vetëm një pjesë e vogël e ekuacionit. Ajo që vërtet ndes një burr shkon shumë më tej. Le të shpjegoj diçka themelore për psikologjinë mashkullore që pak gra e kuptojnë. Burrat nuk funksionojnë si ju, dhe kjo nuk është as e mirë as e keqe, është thjesht ndryshe. Gratë priren të bien në dashuri emocionalisht së pari dhe pastaj hapet dëshira seksuale. Burrat në përgjithësi funksionojnë në të kundërtën. Fillimisht ka një tërheqje fizike, një impuls seksual dhe pastaj, nëse gjërat rrjedhin, zhvillohet lidhja emocionale. Kjo ka një shpjegim shumë të qartë evolucionar. Për miliona vite, burrat që tërhiqeshin seksualisht dhe vepronin shpejt kishin më shumë shanse të linin pasardhës. Gratë nga ana tjetër duhej të ishin më selektive, sepse kostot biologjike të një shtatzënie ishin të mëdha. Prandaj ju vlerësoni, analizoni dhe ndjeni. Ne shohim, dëshirojmë, veprojmë. Sigurisht po thjeshtoj, por tendenca e përgjithshme është kjo. Pra, kur një burr është në atë moment paraprak, truri i tij përpunon informacion me një shpejtësi mbresëlënëse.
Ai vlerëson sinjalet të fertilitetit, të shëndetit, të disponueshmërisë seksuale, të përputhshmërisë. Dhe kujdes, kjo nuk do të thotë se është një proces i ftohtë dhe llogaritës. E gjithë kjo ndodh në mënyrë të pavetëdijshme, automatike. Është si kur ndjen flutura në bark kur sheh dikë që të pëlqen. Nuk vendos ti ndjesh, thjesht shfaqen. Tek burrat ndodh e njëjta gjë, por me parametra të ndryshëm. Tani, këtu vjen diçka që do të befasoj. Shumica e burrave në atë moment intim nuk mendojnë nëse vagina jote duket në një mënyrë apo në një tjetër. Ata nuk vlerësojnë organet e tua gjenitale estetikisht, sikur të ishte një konkurs bukurie. Ajo që ndjejnë është një përzierje e ngjalljes, nervozizmit, pritjes dhe në shumë raste një presion i madh për të performuar mirë. Po, edhe nëse nuk e beson, edhe ata kanë pasiguri. Edhe ata pyeten nëse do të jenë në lartësinë e situatës, nëse do të kënaqin, nëse do të mendosh se janë dashnor të mirë. Kjo ide që burrat janë makina seksi pa emocion është një mit i madh. Në praktikën time kam parë burra në të 40, të 50, të 60 duke qarë sepse ndjejnë që nuk janë më ajo që ishin, sepse kanë frikë të zhgënjejnë partneren e tyre, sepse disfunksioni erektil ka shkatëruar vetë vlerësimin e tyre. Pra jo, e dashura ime, as ata nuk janë prej guri. Por mirë, le të kthehemi tek ajo që ata mendojnë me të vërtetë. Para atij momenti, vëmendjen e një burri e ka kapur me të vërtetë i gjithë konteksti i mëparshëm. Si usove gjatë darkës, si e shikove, si fole, si qeshe, si e lëvize trupin tënd, si reagove flirtit të tij. E gjithë kjo ka aktivizuar tashmë dëshirën e tij. Momenti fizik është thjesht kulminacioni i një procesi që ka filluar shumë më herët. Dhe kjo është vendimtare, sepse shumë gra mendojnë se gjithçka vendoset në shtrat dhe jo e bukura, gjithçka vendoset që nga mesazhi i parë tekst, që nga takimi i parë, që nga shikimi i parë. Dëshira është një proces, jo një ngjarje e izoluar. Dhe këtu dua të bëj një pauzë për të thënë diçka të rëndësishme. Nëse ndonjëherë një burr të ka bërë të ndihesh se trupi yt nuk ishte i mjaftueshëm, se vagina jote duhej të dukej në një mënyrë të caktuar ose se duhej të bëje gjëra që nuk doje për ta mbajtur të interesuar, atëherë ai burr nuk të meritonte. Një burr i pjekur, emocionalisht i shëndetshëm, që të dëshiron dhe të vlerëson vërtet, nuk do të vendosë në atë pozicion. Ai do ta festoj trupin tënd ashtu siç është. Ai do të kënaqë, jo të vlerësoj sikur je një produkt. Pra nëse e ke kaluar këtë, dua që të dish se problemi nuk ishte te ti, por te ai dhe pasiguria e tij ose mungesa e empatisë. Tani mirë, le të kthehemi te neuroshkenca e dëshirës. Kur një burr ndjen tërheqje seksuale, truri i tij çliron dopamin. Kjo substancë kimike e kënaqësisë dhe shpërblimit është e njëjta që çlirohet kur ha çokoladë, kur fiton para, kur arrin diçka që dëshiron. Dopamina e motivon atë të kërkojë më shumë nga ajo që i jep kënaqësi. Por ja ku është trik. Dopamina nuk shkaktohet vetëm nga fizikja, shkaktohet nga risia, nga befasia, nga pushtimi, nga misteri. Prandaj marrëdhëniet e gjata priren të humbasin intensitet seksual me kalimin e kohës. Nuk është se burri pushon së dashuruari ty. Është se truri i tij nuk po merr më të njëjtat doza dopamine, sepse nuk ka më risi. Dhe kjo vlen për të dyja palët. Gratë gjithashtu përjetojnë këtë ulje intensiteti. Pra, çfarë bën që një burr të vazhdojë të dëshirojë me kalimin e kohës? Këtu vjen një nga sekretet më të fuqishme që do të ndaj me ty sot. Çelësi qëndron në ruajtjen e identitetit tënd, jetës sate, interesave të tua. Kur një grua shkrihet plotësisht me partnerin e saj, kur bota e saj rrotullohet vetëm rreth tij, ajo bëhet e parashikueshme dhe e parashikueshmja nuk prodhon dopamin. Nga ana tjetër, një grua që ka projektet e saj, shoqet e saj, pasionet e saj, mbetet interesante. Ka mister, ka risi. Dhe kjo e mban dëshirën gjallë. Nuk bëhet fjalë për të luajtur lojra mendore ose për t'u bërë e rrallë. Bëhet fjalë për të qenë një grua e plotë, me një jetë të plotësuar, që fton një burr të bëhet pjesë e botës së saj, jo ta bëjë atë qendrën e universit të saj.
Dhe kujdes, kjo nuk do të thotë se nuk duhet të jepesh në një marrëdhënie. Natyrisht duhet, por jepu nga plotësia, jo nga mungesa. Ka një dallim të thellë midis një gruaje që është në një marrëdhënie sepse ka frikë nga vetmia dhe një gruaje që është në një marrëdhënie sepse ka zgjedhur në mënyrë të ndërgjegjshme të ndajë jetën e saj me dikë. E para është e varur, e dyta është e lirë. Dhe më beso, burrat e perceptojnë këtë dallim. Një burr mund të qëndrojë me një grua të varur nga komoditeti, nga mëshira, nga zakoni, por dëshira e vërtetë, ai zjarr që ndes pasionin, e ndjen për gruan e lirë, të cilën e di që është atje sepse dëshiron, jo sepse ka nevojë. Tani, le të tregoj diçka që dëgjova vite më parë në praktikën time. Një burr rreth të 50-tave më tha: "Doktor, gruaja ime është e mrekullueshme, është nënë e mirë, shok e mirë, por nuk e dëshiroj më si më parë, dhe ndihem fajtor sepse e di që përpiqet." E pyeta se çfarë kishte ndryshuar, dhe ai më rrëfeu që ajo kishte pushuar së qeni vetja, që para martesës ishte e gjallë, kishte shoqe, shkonte në palestër, lexonte libra, udhëtonte. Pas martesës e gjithë kjo zhduk. Jeta e saj u bë shtëpia, fëmijët, ai. Dhe megjithse e vlerësonte këtë, ai nuk e ndjente më atë shkëndi. Punuam së bashku për muaj të tërë dhe një pjesë e terapisë ishte që ai vetë ta inkurajonte atë të rimarrë hapësirat e saj. Dhe e di çfarë ndodhi, kur ajo u rilidh me veten, kur rimarri thelbin e saj, dëshira u kthye. Kjo nuk është magji, është psikologji e pastër. Kur e vlerëson veten, kur kujdesesh për veten, kur e jep përparësi vetes, rrezaton një energji që është magnetike. Dhe këtu dua që të bësh vetes një pyetje të sinqertë. Kur ishte hera e fundit që bëre diçka vetëm për veten, jo për partnerin tënd, jo për fëmijët e tu, jo për punën tënde, për veten. Kur ishte hera e fundit që u shikove në pasqyrë dhe ardhur vic diçka të bukur, kur ishte hera e fundit që lejove veten të ndjeje kënaqësi pa faj, sepse e dashura ime, nëse nuk e dëshiron veten, është shumë e vështirë që dikush tjetër ta bëjë. Dëshira fillon në shtëpi, në marrëdhënien tënde me veten. Dhe kjo nuk është vetëndim e lirë, kjo është një fakt psikologjik. Vetvlerësimi pasqyrohet në gjuhën trupore, në tonin e zërit, në mënyrën se si lëviz, në mënyrën se si relacionohesh. Një grua me vetvlerësim të lartë nuk lypset për vëmendje, e merr atë natyrisht. Le të vazhdojmë, le të kthehemi te ai moment intim. Çfarë ndodh akoma në psikën mashkullore? Del që burrat janë shumë vizual. Edhe kjo ka një shpjegim evolucionar. Gjatë pjesës më të madhe të historisë njerëzore, burrat vareshin nga shikimi për të gjuajtur, për të mbrojtur, për të mbijetuar. Prandaj truri i tyre është më i orientuar drejt përpunimit të informacionit vizual. Kur një burr të sheh lakuriq, truri i tij ndriçon, por nuk ndriçon vetëm për shkak të formave të përsosura, ndriçon për shkak të qëndrimit, të vetbesimit, të mënyrës se si e banon trupin tënd. Kam parë gra me trupa jo të përsosur sipas standardeve sociale që janë absolutisht magnetik, sepse ndihen rehat në lëkurën e tyre. Dhe kam parë gra me trupa modeli që krijojnë zero dëshirë, sepse janë plot pasiguri. Dëshira nuk është racionale, është emocionale, dhe emocionet janë ngjitse. Pra, nëse je atje lakuriq dhe mendon, shpresoj të mos vërre celulitën time, shpresoj të mos shoh barkun tim, shpresoj të mos e shqetësoj kjo apo ajo, ai do ta perceptoj. Jo domosdoshmërisht do të shoh papërsosmëritë e tua, por do të ndjej shqetësimin tënd dhe kjo e fik dëshirën. Nga ana tjetër, nëse je atje e pranishme, duke u kënaqur, duke u ndjerë seksi, pavarësisht nga rrudhat apo vijat e tua, kjo është ajo që ai do të perceptojë, dhe kjo është ajo që do ta ndesë. Sepse në fund të ditës, ajo që ngacmon më shumë një burr është një grua që kënaqet, që i jepet, që është e pranishme, jo një grua që është e përsosur sipas revistës. Dhe duke folur për pranin, le të shpjegoj diçka për vëmendjen. Jetojmë në një epokë shpërqendrimi të vazhdueshëm, celular, media sociale, njoftime. Truri ynë bombardohet vazhdimisht dhe kjo ka dëmtuar aftësinë tonë për të qenë të pranishëm në seks, në biseda, në jetë.
Një nga dhuratat më të mëdha që mund t'i bësh një burri dhe vetes është vëmendja jote e plotë. Kur je me të, i vërtet me të, pa menduar se çfarë duhet të bësh nesër, pa kaluar mentalisht listën e detyrave, pa u shqetësuar për si duket. Thjesht qen, ndjej, kënaq. Kjo krijon një lidhje që kalon përtej fizikes, dhe kjo lidhje është ajo që mban dëshiren në afat të gjallë. Tani le të flasim për diçka që krijon shumë konfuzion, dallimi midis dëshirës dhe dashurisë. Shumë gra mendojnë se nëse një burr i do, automatikisht do t'i dëshiroj, dhe kjo nuk është gjithmonë kështu. Dashuria dhe dëshira janë dy sisteme të ndryshme në tru. Mund të duash dik thellësisht dhe të mos ndjesh dëshirë seksuale, dhe mund të dëshirosh dik intensivisht pa e dashuruar. Idealia është natyrisht të kesh të dyja, por për të arritur këtë, duhet të punosh në të dyja dimensionet. Dashuria kultivohet me respekt, me komunikim, me angazhim, me kohë cilësore. Dëshira kultivohet me mister, me risi, me tension seksual, me kujdes personal. Dhe këtu vjen diçka kontroverse që do të them. Shumë gra neglizhojnë dëshiren në emër të dashurisë. Përqendrohen kaq shumë në të qenit shoqe të mira, nëna të mira, ofrues të mira, sa harrojnë të jenë dashnore dhe pastaj befasohen kur pasioni zhduket. Shiko, nuk po them që duhet të kthehesh në yll porno, as pak. Po them që dëshira ka nevojë për karburant dhe ai karburant mund të jetë një mesazh kokët gjatë ditës, një vështrim joshës, një prekje e qëllimshme, të marrësh kohë për t'u ndjerë seksi, të krijosh momente intime. Janë gjëra të vogla që e mbajnë shkëndijën gjallë, sepse nëse jeni vetëm partneri jete, mund të funksiononi përsosur si ekip, por pasioni do të vdes, dhe pastaj vijnë krizat, tradhtit, ndarja. Le të flasim për tradhtin, tani që jemi këtu. Një nga mitet më të mëdha është se burrat tradhtojnë sepse partnerët e tyre nuk janë më tërheqëse. Dhe sipas përvojësime klinike, kjo është shumë e rrallë. Shumica e tradhtive nuk kanë të bëjnë me faktin që gruaja tjetër është më e bukur. Kanë të bëjnë me faktin se ajo e bën atë të ndihet në një mënyrë që ai nuk ndjehet më në shtëpi. Ka të bëjë me admirimin, me dëshiren, me ndjenjen e të qenit gjallë, me arratisjen nga rutina. Shumë burra më kanë thënë, doktor, gruaja ime është e bukur, por me të gjithçka është e parashikueshme. Me gruan tjetër ndihem ndryshe. Dhe jo, nuk po justifikoj tradhtin. Është një tradhti, është e dhimbshme, është e papranueshme. Por nëse duam ta parandalojmë, duhet të kuptojmë shkaqet. Dhe një shkak i rëndësishëm është vdekja e dëshirës përmes rutinës. Pra, si e mban dëshirën gjallë? Së pari, mos u bëj nëna e tij. Shumë gra bien në këtë rol të kujdestarit total, i thon atij çfarë të haj, çfarë të vesh, çfarë të bëj, dhe burri fillon ta shoh pa vetdije si figurë nëne, dhe askush nuk dëshiron seks me nënën e tij. Është një bllokadë psikologjike e thellë. Së dyti, mbaj jetën tënde sociale. Mos e izo marrëdhënien tënde. Dil me shoqet e tua. Ki hapësirat e tua. Së treti, kujdesu për trupin tënd, por jo për veten. Sepse kur ndihesh mirë me veten, vërehet. Së katërti, flirto me të. Po, edhe nëse jeni 20 vjet së bashku, flirtimi e mban vëmendjen seksuale gjallë. Së pesti, befasoje her pas here. Nuk duhet të jetë diçka e sofistikuar. Një mesazh i ndrojtur, një takim i improvizuar, një detaj i papritur. Dhe tani po, le të shkojmë në teren më intim. Le të flasim specifikisht për atë që mendon një burr për vaginën tënde, sepse po, ky është titulli i videos dhe duhet ta adresoj drejt për drejt. Së pari, shumica dërmuese e burrave nuk kanë pritje jo reale se si duhet të duket një vaginë. Ata që i kanë, në përgjithësi kanë konsumuar shumë pornografi dhe kanë humbur kontaktin me realitetin. Por një burr me përvojë të vërtetë, me pjekuri emocionale, e di që trupat janë të ndryshëm, që çdo grua është ndryshe dhe që kjo është e bukur. Ajo që burrat vlerësojnë është higienë dhe kjo vlen për të dyja palët. Një burr gjithashtu duhet të kujdeset për higjienën intime, por përtej kësaj, ajo që vërtet ka rëndësi është si ndihesh me trupin tënd.
Nëse ndihesh rehat, nëse kënaqesh, nëse ndihesh seksi, kjo është ajo që ai do të perceptojë. Kam pasur pacient që më kanë thënë, doktor, partnerja ime ruan plotësisht, sepse mendon se më pëlqen më shumë kështu. Dhe i pyes, e ke kërkuar? Dhe më thonë jo. Ajo e supozoi. Dhe del që atij nuk i intereson. Atij i intereson që ajo të kënaqet në seks, jo nëse ka qime publike apo jo. Këtu vjen një të dhënë interesante nga studimet të fundit. Është treguar se kënaqësia seksuale në një marrëdhënie varet shumë më shumë nga komunikimi sesa nga teknika ose pamja fizike. Çiftet që flasin hapur për dëshirat e tyre, fantazitë e tyre, kufitë e tyre, kanë një jetë seksuale shumë më plotësuese. Por shumë gra, veçanërisht të gjeneratës tënde, kanë rritur me idenë se të flasësh për seks është vulgare, e ndyrë, e papërshtatshme, dhe kjo ka krijuar një heshtje që vret intimitetin. Sepse nëse nuk flet, si do të di ai çfarë të pëlqen? Si do të dish ti çfarë i pëlqen atij? Mbeteni duke hamendësuar dhe në përgjithësi hamendësoni gabim. Pra, ftesa ime është që ti hape këtë bisedë. Dhe nuk duhet të jetë e vështirë, mund të jetë lozonjare, mund të jetë kurioz. Çfarë të pëlqen më shumë kur jemi së bashku? Ka diçka të re që do të doje të provoje? Si ndihesh me intimitetin ton? Pyetje të thjeshta që hapin dyrë gjigante, sepse kur ka komunikim, ka besim, dhe kur ka besim, ka liri. Dhe kur ka liri, ka kënaqësi të plotë. Tani, le të flasim për diçka që shumë gra të moshës tënde përjetojnë, ndryshimet hormonale. Menopauzë, perimenopauzë sjellin ndryshime të rëndësishme fizike dhe emocionale, dhe një prej tyre mund të jetë ulja e libidos. Dhe kjo krijon ankth, sepse ndjejnë që nuk janë më të njëjtat. Dhe dua të them diçka, është normale, është pjesë e një procesi natyror. Por kjo nuk do të thotë se jeta jote seksuale duhet të mbarojë. Ka shumë mënyra për ta mbajtur seksualitetin tënd aktiv. Nga terapitë hormonale, nëse janë të nevojshme dhe të përshtatshme për ty, deri te puna mbi lidhjen emocionale, tek paraludia, tek eksplorimi i formave të tjera të kënaqësisë. Seksualiteti nuk është vetëm penetrim, është kontakt, është intimitet, është lidhje. Dhe këtu dua të demistifikoj diçka. Shumë gra besojnë se pas një moshe të caktuar nuk janë më të dëshirueshme. Dhe kjo është një gënjeshtër e madhe që na ka shitur një shoqëri që vlerëson vetëm rinin. Realiteti është se ka burra që i gjejnë gratë e pjekura jashtëzakonisht tërheqëse, sepse kanë siguri, kanë përvojë, dinë çfarë duan, nuk luajnë lojra. Një grua 50 vjeçe që e njeh veten, që ka punuar mbi vetvlerësimin e saj, që ka histori për të treguar, është shumë më interesante se një vajzë 20 vjeçe që ende po zbulon kush është. E ndryshme nuk do të thotë më pak, do të thotë ndryshe. Dhe shumë burra të pjekur e vlerësojnë këtë shumë. Le të tregoj diçka që ndodh shpesh në praktikën time. Vinë çifte në krizë, sepse pas vitesh së bashku nuk ka më pasion. Dhe kur eksplorojmë se çfarë ka ndodhur, pothuajse gjithmonë gjej të njëjtën gjë. Ata kanë pushuar së kurtizuari njëri tjetrin, e kanë marrë njëri tjetrin për të mirëqenë, kanë supozuar se dashuria mjafton dhe nuk mjafton. Dashuria është themeli, po, por dëshira ka nevojë për mirëmbajtje. Është si një kopsht. Nëse nuk e ujit, nuk kujdesesh për të, thahet. Nuk ka rëndësi sa i bukur ishte në fillim. Ka nevojë për vëmendje të vazhdueshme. Dhe këtu vjen një nga të vërtetat më të forta që do të them sot. Ndonjëherë mungesa e dëshirës nuk është faji i askujt. Njerëzit thjesht ndryshojnë, evoluojnë në drejtime të ndryshme, dhe ajo që funksiononte më parë nuk funksionon më. Dhe është në rregull ta pranosh këtë. Është në rregull të thuash, kjo nuk më bën më të lumtur, sepse të qëndrosh në një marrëdhënie pa dëshirë, pa pasion, vetëm nga zakoni ose nga frika, është të tradhtosh veten. Dhe ti meriton më shumë. Meriton të ndihesh e gjallë, e dëshiruar, e plotësuar. Dhe nëse kjo nuk është më e mundur në marrëdhënien tënde aktuale, ndoshta është koha të rishikosh gjërat. Tani, para se të mendosh që po të them të përfundosh marrëdhënien tënde, le të sqaroj. Nuk po them këtë.
Po them të jesh e sinqert me veten, të vlerësosh nëse je e gatshme të punosh për të rimarrë atë shkëndi, ose nëse ke arritur tashmë në një pikë ku më e mira është të ndahesh, sepse të dyja opsionet janë të vlefshme. Por ajo që nuk është e vlefshme është të qëndrosh në mes, në atë zonë gri të pakënaqësisë së vazhdueshme, duke u ankuar por duke mos bërë asgjë për ta ndryshuar. Dhe duke folur për të bërë diçka, le të jap mjete praktike, sepse ky video nuk është vetëm që ti kuptosh teorinë, është që të kesh veprime konkrete që mund t'i zbatosh sot. Mjeti i parë, pasqyra. Vendosu përpara pasqyrës, la kuriq dhe shikoje veten, por jo për t'u kritikuar, për t'u njohur. Vëzhgoje trupin tënd me kuriozitet, jo me gjykim. Prek lëkurën tënde. Njehe trupin tënd si tëndin. Shumë gra janë të shkëputura nga trupi i tyre, sepse gjithmonë e kanë parë përmes syve të tjerëve. Është koha që ta shohësh me sytë e tu dhe ta pranosh me papërsosmëritë e tij, me ndryshimet e tij, me historinë e tij. Mjeti i dytë, ditari i dëshirës. Shkruaj për një javë gjithçka që të bën të ndihesh e gjallë, seksi, e dëshiruar. Mund të jetë një këngë, një film, një kujtim, një bisedë, çfarëdo. Në fund të javës do të kesh një hartë të asaj që ndes zjarrin tënd, dhe pastaj mund të kërkosh më shumë të tillë në jetën tënde, sepse dëshira nuk shfaqet nga hiçi, kultivohet. Mjeti i tretë, komunikimi i drejtë për drejtë. Ulu me partnerin tënd nëse ke një dhe fol për jetën tuaj seksuale pa akuza, pa fajsim, nga kurioziteti. Si ndihesh me intimitetin ton? Çfarë mund të përmirësojmë? Ka diçka që do të doje të provoje? Dhe dëgjo me të vërtetë, jo për t'u mbrojtur, jo për t'u justifikuar, për të kuptuar. Mjeti i katërt, vetë kujdesi. Dhe nuk po flas për të blerë rroba të shtrenjta ose për të shkuar në pushime. Po flas për gjërat e vogla ditore, të flesh mirë, të hash shëndetshëm, të lëvizësh, të bësh diçka që kënaqesh, sepse kur ndihesh mirë me veten, kjo pasqyrohet në gjithçka tjetër. Mjeti i pestë, rizbulimi i sensualitetit në jetën e përditshme. Sensualiteti nuk fillon në dhomën e gjumit, fillon në momentet e thjeshta të ditës. Në mënyrën se si pi kafen tënde, si shtrihesh, si merr frymë, si ec. Kur mëson të ndjesh këto momente të vogla me ndërgjegjësim, trupi yt fillon të kujtojë të jetë i gjallë. Dhe një trup i gjallë është një trup i dëshiruar, jo për shkak të formës së tij, por për shkak të rrezatimit të tij. Dëshira është energji dhe energjia lind atje ku lejon veten të ndjesh përsëri. Dhe në fund, e dashura ime, dua që të mos harrosh kur një gjë. Ti nuk je një grua që pret të zgjedhet. Ti je një grua që zgjedh. Një grua që kupton si funksionon psike e saj, si flet trupi i saj, si merr frymë dëshira e saj. Një grua që e di se fuqia nuk qëndron në të qenit e përsosur, por në të qenit e pranishme. Qëndro me veten. Ktheu te vetja. Dhe kur e bën këtë, çdo burr që prek energjinë tënde do të di saktësisht se qëndron në praninë e një gruaje që jo vetëm mund të dëshirohet, por një gruaje që nuk harrohet kurrë më.